ato që mësove nga goja e Mateos përballë, por edhe ato që i kishte thënë gjatë këtyre 4 ditëve dhe nuk i kishte dëgjuar. Çfarë mendon ti se do të ndodhi mes ju të dyve? Nuk e di, Ledion, nuk di çfarë them çfarë shumë dëshpëruese si duat kjo gjë tani. Nuk e di, ndihem pak e vështirë dhe ndihem keq. Se jam kon keq që kam pa që as nuk i ka interesuar mua mëfruese më thoj se okay, kjo ardh një herë, dy herë në rregull, po ti je mashkull, unë jam femër normal që dush me ardh. Fejo është sot dhe nesër i ke lëvizje. Edhe që ka thënë aty rritë deri. Shoni më së po flet. Tani ky Mateo po macaron jashtëzakonisht shumë. Janë fjalët që kam thënë në fillim për Mateon, po dalin vërteta. Mateo, wake up boy. Ka ndryshuar 365 gradë që të pëlqej. E tani më ndryshon. Si makaron atë në unë sti hong shumë. Pra, deri tani po na thonë që Brikena me Mateon nuk domethënë. Çai bie tani? Çfarë është kjo? Mbaroi. Nuk duhet të dalin fjalët e mia në fillim. Qa bën mor zot me ato telefon të kohës në dorë? Hajt buk. Me qare do bukë në shpirt? Se di. Me të fa për cilin? Më thot rui më hajt buk. Bravo, të lumtaj trapi që po shkatron këtë lidhje, okej? Bravo, të lumtaj trapi që po shkatron këtë lidhje. Të lum trapi me rob shtëpie, të lum trapi. Se ke shumë ditë që e ftor me mua. Vari karin unë do me thënë, ne? Nëse flet me një tjetër më mi thoj, që ta di dhe unë, okej? Se sa e kam pasun të vështirë këtu mrena me dho një puthje edhe me arrit dhe me thonë drejt e puthja se sa e sikleqme u kun për mu. Brikena u kun ajo e vërteta edhe kur nuk e ka dhënë puthjen. Kjo sfida Big Brotherit që ndodh ndër vite, sfida e Moshe Agjini, është gjithmonë një nga më interesante që bëhet në shtëpi. And I love it. Në pëlqen foni? Pëlqen? Po pastaj kur erdhi kisha shumë fikra. Këto reaguan të gjithë për shembull. Që do ta prish sfidën. Unë do pa, do të filtrohem edhe do të takoj pak veta.